Faleminderit shumë kryetari i Arshëm, Filiz Mustafa, bashkëaktivisti imi, të cilin e njoh shumë mirë si një djalë të ri, energjik, të ditur, të ndershëm, të vendosur, por edhe shumë punëtor. Pra që të gjitha këto karakteristika që i nevojiten kryetarit të Arshëm të komunës së Sharrit i ka pikrisht për zgjedhja jonë e zgjedhja juaj Filiz Mustafa. Ne kemi nevojë për bashkëpunim të fuqishëm midis komunës dhe qeverisë, dhe unë si kryeministër e Filizi si kryetar komune e mundsojnë dhe garantoj një gjë të tillë. Me kryetarin aktual që është këtu edhe naj ditë, nuk kemi se si bëjmë bashkëpunim për shkak se më shumë është përdor fatkeqësisht komuna për parti, se sa posti për shërbim. Pas ka pyet një qytetar, kur vjen kryeministri mos po e merr ujë, edhe rrugët, edhe ujin, edhe kanalizimin, për të gjitha do të angazhohemi prej ditës parë që t'i kryjmë sa më shpejt, sepse ju takon dhe meritoni. Por me datën 12 tetor. Me datën 12 tetor, këta të vjetrit, le t'i merr jo uji, po lumi i votave t'juja. Faleminderit shumë.